Nderuar miq, do të flasim për shqiptarët në Greqi, për emigrantët tanë atje dhe një ligj të fundit të Gjykatës Supreme që duket se është një lajm i mirë për ta, por për më shumë për çështjen e shtetësisë, por për më shumë do të flasim me zotin Edmond Guri, ekspert i çështjeve të emigracionit, por megjithatë kryetari i diasporës shqiptare në Greqi. Zoti Guri, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje nga Athina, unë ju falenderoj për ftesë. Faleminderit ju. Cili është ky ndryshim në ligjin për emigrantët, pra për çështjen e shtetsisë, që ju e keni cilësuar në një postim të tuaj në rrjetet sociale, edhe si një lajm mjaft të mirë për shqiptarët? Është shumë pozitiv, është një vendim siç e kam cilësuar historik, sepse është me vendim gjykata e lartë e Këshillit të Lartë, ose më saktë Gjykata Supreme e Greqisë administrative, e cila ka marrë në shqyrtim një prej pikave më delikate, ose më saktë sipas denoncimeve bërë nga shumë avokatë juristë dhe organizata të tjera, të cilat kanë konstatuar disa parregullsi, kryesisht bazuar në vendimin e ministrit të Brendshëm të vitit 2021, zoti Voridi, i cili me një qarkore ministrore, me një vendim ministror, solli disa kritere të cilat ishin në kundërshtim me frymin e ligjit dhe aq më tepër me vetë ligjin, i cili nuk parashikonte ose më saktë nuk ishte detyrues dhe imponues për ashpërsimin e politikave të shqyrtimit të kërkesave për fitimin e shtetsisë greke. Gjë e cila bëri që nga ai moment deri më sot, ose më saktë nga viti 2021 deri më sot, jo me qindra por me mijëra bashkëdhetar të humbasin të drejtën e fitimit të shtetsisë greke, edhe pse plotësonin të gjitha kriteret. Që do të thotë, babai mund të identifikohej si emigrant, pasaporti me shtetsisë greke, fëmijët me shtetsisë greke, por ai për shkak të mungesës të ardhurave, atij refuzohej kërkesa. Anasjellës, por dhe shumë qytetarë, të cilët jetojnë për vitesh në Greqi, disponojnë pasuri të palutshme, kanë ndërtuar familjen, kanë ndër fëmijë në Greqi, janë shkolluar këtu, të cilët disponojnë shtetsisë greke, por vetë ata nuk e kanë mundësi ta marrin sepse për shkak të krizës ekonomike, për shkak të rrethanave apo edhe të daljes në për të marrë se ndihmë sociale, që në Greqi konsiderohet si tamio energjes, pra ndihmë sociale për një vit, ti refuzohet e drejta e marrjes në shtetsisë greke. Por këtu do të thënë nuk është më i rëndësishëm kriteri i të ardhurave. Mund ta përfitoj edhe nëse si plotson këto të ardhura që ndoshta ishin vendosur më parë. Por nuk është kusht më. Vendimi 717 i vitit 2016 i Këshillit të Shtetit në Greqi, pra Gjykata Supreme Administrative, rikthen në vëmendje, i tërheq vëmendjen dhe urdhëron thënë thjesht administratën greke që mos jetë kriter kryesor të ardhurat, sepse që nga momenti që një dosje është e kompletuar dhe një qytetar i vendit të tretë jeton prej vitesh në Greqi, është integruar në jetën sociale, ekonomike, por edhe politike të vendit, i cili e dëshmon atë me raporte të shëndetshme pune, me raporte të shëndetshme me shoqërinë vendase, me dokumente të cilat janë të pamohueshme, nuk mundet dhe nuk ka të drejtë autoriteti të refuzojë kërkesën për shtetsisinë greke. Dhe kjo është e padiskutueshme, për ata shumë nuk është kriteri kryesor dhe nuk ka limit. Do ketë një llogaritje dhe llogaritja sigurisht të ardhurat ekonomike janë bazë, por nuk është ajo që e vën pra limiti siç ishte me vendimin ministror, që do të ishte rroga bazë minimale. Deri tani ju e dini më mirë, por mos gabojmë, mbi 200.000 shqiptar janë me pasaporta greke në Greqi. Me këtë sa mund përfitojnë, sa mund shkojë numri? Për afërsisht, sigurisht që nuk mund të kemi një numër të saktë eksakt. Duke ndjeshmëria. Do mundon për të sjell jo ta që unë di, po atë që kam mundur të mbledh nga statistikat zyrtare greke, aktualisht në Greqi jetojnë rreth 650.000 qytetarë shqiptar. Në tërësinë e tyre, ku rreth 240 me 260.000 janë qytetarë shqiptar me pasaport greke, tu përfshi edhe minoritarët, janë rreth 250 me 270.000 me status migrator, që janë emigrant, janë ose kanë leje qëndrimi ose janë në procesin e rimit të lejës qëndrimit, dhe përloret një kontingent 70 me 80.000 emigrantë të tjerë, të cilët ose kanë humbur lejen e qëndrimit, ose janë punëtorë sezonal, ose janë të parregullt në Greqi. Pra ky është dinamika. Potencial për të fituar shtetsisinë greke është
kontingjenti për 270.000 qytetarëve shqiptarë, të cilët janë me leje qëndrimi në Greqi. Pra, aty do të dalin qytetarët e rinj grek dhe europian, të cilët janë të shumë në numër. Nëse ky kriter fillon të zbatohet, bëhet fjalë për një shifër shumë të lartë, e cila i kalon 100.000 qytetarë shqiptar në periudhë kohore shumë të shkurtër. Nëse flasim për një dinamik, për një periudhë 5 vjeçare, i gjithë ky kontingjent përfiton shtëtsinë greke, sepse ata janë tashmë kanë zgjedhur Greqinë të jetojnë, dhe nëse do të vijojnë të jetojnë këtu, sigurisht janë potencial për të marrë shtëtsinë greke. Pra, së shpejti 150.000, më thatë që mund ta përfitojnë me njëherë, apo e kuptova gabim? Jo, nuk e kuptova gabim. Nëse marrim aktualisht janë 80.000 dosje në pritje që presin të marrë shtëtsinë greke. Dhe nëse përllogarisin dhe dosjet e re që do të aplikohen, sigurisht që kjo shifër 100.000 për një periudhë kohore shumë të afërt i plotëson kriteret. Po unë e shoh në dinamikën e 5 vjeçarit, sepse edhe vetë administrata greke ka një limit në shqyrtimin e kërkesave. Limiti është i parashikuar në ligj dhe për llogaritë 4 deri në 8.000 dosje në muaj. Pra, në tërësinë e tyre në gjithë Greqinë. Sigurisht është një diçka e pamundur, pra nuk arrit asnjëherë maksimumi, gjithmonë limiti është tek 2.000 me 3.000 dosje në muaj, që për llogaritë rreth 30 me 40.000 dosje në vit, qytetarë të mëdha që përfitojnë në shtëtsinë greke. Brezi i parë, i dytë, i tretë, kush favorizohet më shumë? Pyetje interesante. Logjikisht i bindet që brezi i parë të favorizojë sepse ka lindur, ka shkolluar dhe jeton në Greqi. Por nuk ndodh kështu. Brezi i parë, brezi i dytë. Brezi i parë, edhe pse ka shumë vështirësi, nëse plotson kriteret kryesisht ata ekonomik, çuditërisht ose fatmirësisht e merrte shtëtsinë greke brenda një periudhe kohore shumë të shkurtër, që nuk e kalonte 1 vit e gjysmë, pra maksimum 2 vjet e kishte marrë shtëtsinë greke, sepse ka ato disa pengesa administrative të cilat janë normale në procese të tilla. Por problemi hahet tek brezi i dytë, të cilët ose janë lindur në Greqi ose janë shkolluar në Greqi dhe duhet presin minimalisht 2 vjet e gjysmë me 3 vjet, por shpeshherë shkon 4, 5 apo 6 vjet marrja e shtëtsisë. Edhe kjo është një pikpyetje shumë e madhe, gjithë cilën neve e ngritim si shqetësim tek Ministri i Emigracionit, edhe ai u habit kur ne i tham që do të presi njëri i cili është ka lindur në Greqi, është grek, me gjitha kuptimin, edhe pse s'na vjen mirë si shqiptar, sepse është de facto, siç ju e tha de facto, dhe do të jemi realist në këtë, por shteti grek nuk i jep drejt, duhet ta zvarrisi atë të paktën 3 me 4 vjet disa të marrë shtëtsinë greke. Një tjetër problem është që këta do marrin pasaportën të shpëtojnë, po ata që janë me leje qëndrimi, çfarë po ndodh me qarkoret, sepse her pas here dëgjojmë edhe nga postime që ju keni bërë, sepse ju kemi si pikë reference, doli që qarkore apo ajo, qarkoret janë pafund. Sa mund të jenë bërë deri tani? Edhe çfarë po ndodh? Më vjen mirë dhe ju falenderoj për këtë, por e kam bërë si objektiv, ose më saktë si qëllim jetë dhe fjalë rënd, po e kam bërë si qëllim jetë sepse kam konstatuar që fatkeqësisht është aluduar shumë dhe janë mashtruar jo me qindra, po me mijëra bashkëjetar, janë manipuluar, janë ngrënë parat, janë penalizuar për shkak të personave të papërgjegjshëm dhe marrë dhe shkas nga mundësia që më jep të bëj thirrje të gjithë bashkëjetarëve. Kujdes nga personat e papërgjegjshëm. Aktualisht në Greqi nuk ka dalë asnjë ligjëri, sepse kanë konstatuar shumë video që bëjnë thirrje se ka dalë ligjëri. Jo, nuk është e vërtetë. Unë gjithmonë i referohem burimeve zyrtare, mundohem të shtjelloj qarkore, të shtjelloj ligjin, ta thjeshtoj dhe t'ia përcjell informacion të gjithë bashkëadhetarëve. Në këtë kontekst edhe diaspora shqiptare në Greqi insiston dhe po punon drejt këtij. Lidhur me pyetjen tënde, neve ditën e hënë të hënën e kaluar zhvillojmë një takim shumë të rëndësishëm institucional me Ministrin e Emigracionit, ishte takimi i parë që një faktor shqiptar në Greqi zhvillon me një figurë kaq të lartë, me figurë më të lartë që i përket Madje pikë ai sepse ka paralajmëruar largime nga Kreta në mos gaboj, se ka pas dyndje atë. Unë do jem realist, edhe pse më mos i pëlqej shumë për nesh, pritja ka qenë e shkëlqyeshme. Dhe po të kemi parasysh që është një figurë, siç ai tha vetë, që nuk shquhet për dashuri ndaj personave të ngëmbëve të takimit për të emigrantë dhe refugjatëve, por ne si shqiptar, dhe si përfaqësia e diasporës shqiptare në Greqi, na priti me mënyrë më të mirë të mundshme, diskutuam, duke na bërë të qartë disa gjëra që mendoj është e kuptueshme dhe e pranueshme, që për disa pika ku ai konsideron që janë vija të kuqe, neve nuk kemi qasje, por duke na dhënë mundësinë dhe ne do ta shfrytëzojmë në maksimum
të bashkëpunojmë duke orientuar disa problematika që janë administrative apo që mund të zgjidhen nga vetë ministria. Pra, ai na kërkoi që neve të shmangim problematikat që lidhen me kompetencat të ndërlykura që përfshin dhe ministritë tjera, qoftë Ministria e Brendshme, Ministria e Jashtme apo Ministria e Financave, se kjo është burokraci dhe është problem, por na la mundësinë dhe na dha mundësi që ne të kontaktojmë me personat kompetent të ministrisë ku të adresojmë problemet tona. Dhe i kemi paraqitur disa pika që janë shumë interesante. Për shembull, vonesat e lëvizimit, edhe pse parimisht mund duket si diçka absurde, por ka disa probleme që lidhen me vetë administratën greke dhe burokracinë greke. Edhe pse mund duket çudi, shteti shqiptar, ose më saktë, sistemi elektronik në Shqipëri është shumë herë më i sofistikuar dhe shumë herë më i përparuar se sa i administratës greke. Sa shumë herë më i komplikuar. Që do të thotë, në Shqipëri tashmë qytetari nuk ka nevojë të marrë një dokument të administratës, një dokument shtetëror, për ta marrë nga një zyç shtetëror për ta çuar një zyç shtetëror, sepse e merr elektronikisht e vetë shërbimi, institucioni treg nga institucioni brenda për në komunikimin e brendshëm. Në Greqi nuk ndodh. Duhet emigranti, pra qytetari i vendit të tretë, ta tërheqë dokument nga shteti, t'ia dorëzoj shtetit për ta shqyrtuar shteti. Kjo është një amulli dhe krijon vonesa shumë të mëdha. Shpeshherë, një emigrant i cili plotson gjitha kriteret, duke patur të gjithë pjesat e familjes me shtësi greke, duhet të presë 3-4 vjet për të rinuvuar lejen qendrim, që është absurde, është e papranueshme dhe nuk e nderon administratën greke. Shpeshherë një emigrant i cili ka 30 vjet në Greqi nuk ka çfarë të tregojë më Greqisë që është emigrant i rregullt. Është 30 vjet, 25 vjet. Është absurd të imagjinosh që ai duhet të presë 3 vjet për të rinuvuar lejen qendrimit. Dhe kjo e penalizon. Pra, tematika të cilat ai i mirëpriti, i mirëkuptoi, nuk i dinte. Pra, e them me plot bindje sepse e pohoj vet, edhe pse mund të dinte në mënyrë filozofike apo në mënyrë të përgjithshme, detaje që nuk ishte informacion të kërkoj bashkëpunimin ton dhe u treguai gatshëm, gjithë si ne insistojmë, apo thënë thjesht vendimet, ose më saktë shumë bashkëtar tanë ka qenë të parregullt. Prej shumë vitesh janë ndaluar nga policia dhe ka pasur një masë ndëshkuese administrative prej tyre. Edhe kjo masë është marrë para 10 vjetësh, 15 vjetësh. Por sot administrata greke, drejtoria decentralizuar, departamenti i imigracionit ja kërkon këtë vendim. Dhe kjo është absurde të imagjinosh. Marrim për shembull Edmondin, ka marrë një penalizim në vitin 2002, duhet të shkojë në gjykatën administrative të X rajonit, të prefekturës në Greqi, të marrë vendim. I vendimi i cili nuk ka asnjë vlerë ligjore apo administrative, sepse është vendim i çfikizuar dhe është vendim që është parashkruar, por proponuesi duhet të marrë. Imagjinoni një vendim i cili është shkruar manualisht në një dosje e cila është futur tashmë në magazin si protokoll i vitëruar dhe kërkesa zgjat 3, 6 muaj, 1 vit apo edhe 1 vit e gjysmë, ose shpeshherë nuk jetë. Dhe kjo është penalizuese për emigrantët. Apo ndëshkime ku shumë qytetarë shqiptar, të cilët nuk kanë patur patenta shqiptare, kanë patur nuk kanë patur patenta greke, drejtimet e mjetit kanë patur patenta shqiptare, janë penalizuar me një masë administrative, të cilët nuk ka pasur DNI, por që në fund të ditës ligji nuk e parashikon dhe nuk e penalizon. Pra, janë disa detaje të cilat neve po mundohemi t'i stjellojmë dhe t'ia përcjellë ministrisë me qëllim që të mos merren në konsiderat dhe të thjeshtësohet procedura. Kjo do vinë në ndihmë të qytetarëve shqiptar, të emigrantëve, por shumë më tepër të administratës, sepse do të lehtësonte punën dhe do të shkarkonte ngarkesën e madhe që kanë sot drejtori. Dhe në këtë drejtim mendoj është lajm. Ministri premtoi që do të punoj fort në këtë drejtim, jo se do t'i bëjë nder diasporës, por e konsideroj si të padrejtë për emigrantët e ligjshëm të rregullt në Greqi. Dhe parashikonte që për një periudhë kohore 1 apo 2 muajsh do të lëshohen rreth 30.000 leje të cilat janë gati, të janë lejet e kategorive të sigurta. Siç është më herët, personat që janë me punë të rregullt, personat që janë me bashkime familjare, por që njëri prej bashkëshortëve disponon të ardhurat të mjaftueshme dhe janë të faktueshme, personat që janë pjesëtar të familjeve të grekut, apo të emigrantët që kanë punë të rregullt. Të gjithë këta do të marrin lejen e qendrimit shumë shpejt. Ju në një tjetër intervistë thatë që ministri ju pohoi që ju kishte hyrë hak shqiptarëve, me pak fjalë. Sigur e thatë edhe ju, por ndoshta kishte një qasje më afatgjate për te 30.000 leve që ju tha që ai do të shikonte duke i lehtësuar, për një politik më të butë ndaj shqiptarëve, edhe në kushtet që kërkesat për fuqi punëtore aty janë të larta, shqiptarët një pjesë po largohen nga andej, edhe sytë si Shqipëria, si Greqia i kanë kthyer edhe vende tjera nga Bangladeshi apo vende tjera për të marrë emigrant. Ndërkohë që ne jemi pothuajse një kufi na ndan. Kjo qeveri e ka
bërë të qartë qasjen e saj dhe politika e saj migratore. Sigurisht harmonizon kuadrin ligjor me politikat e reja dhe ndryshimet drastike që Evropa bën në politikat e migracionit. Por mendoj që është shumë e rëndësishme për të faktin që takimi me ministrin është shumë i rëndësishëm për shkak sepse ishte një takim institucional, një takim zyrtar, dhe u zhvillua në mënyrën më të mirë të mundshme, në mënyrë se si u organizuar si u bë. U duk qartë që ka pas dobësi në përfaqësimin e shqiptarëve në Greqi, mënyra e qasjes apo kontaktimi që është bërë në institucionet greke, gjë e cila ka lënë për të dëshiruar dhe ka lënë shije jo të mirë tek pala greke. Nga ana tjetër, nëse ministri tha që pra ndjej një ndjesi që po u kemi hyrë në hak shqiptarëve jo për të kërkuar falje, sepse plevi ai tha hoqë por ishte ajo që themi që në fund të ditës edhe ai është njeri, edhe ai kupton shumë mirë që nuk mundet pas këtij 5 vjetësh një kontingjent kaq të madh njerëz që i kanë kaq shumë Greqisë ose më saktë ishte më e bukur e diskutimit ishte fakti që ai bën një analizë shumë domethënëse të qenies shqiptarëve, pra shqiptarët nuk janë as të ardhur në Ballkan, as janë qytetarë të vendeve që nuk emancipohen. Jemi të afërt në kulturën, historinë, origjinë, jemi të afërt në mentalitet, jemi të afërt në mënyrën e të menduarit. Ndjes apo jo ndërpres, jam kurioz, shumica e këtyre që shfaqen si ekstrem, a kanë pas bëjnë, a kanë pasur në shtëpitë e tyre shqiptarë që kanë punuar për ta apo kontakte, apo e bëjnë thjesht për politikë? Të gjithë pa përjashtim kanë pasur dhe kanë kontakte drejt me shqiptarët. Kjo është e padiskutuar. Thjesht për arsye edhe ose për efekt politik, duhet që të shpeshherë ishin dashur me shqiptarët. Kjo vjen për dy arsye të kryesore. Spari, ineksistencën e politikës dhe diplomacisë shqiptare, të qeverive shqiptare të cilat e shikojnë me pasivitet ose me jo interes çështjen e emigrantëve në Greqi, pavarësisht deklaratave politike. Së dyti, dobësia jonë deri më sot me si emigrant, se shqiptarë në Greqi të bëjnë një përfaqësim dinjitos, sepse shpeshherë ndjekim politika shumë të ekstremit majtë, të cilat vjen kontradikt me interesat kombëtare të Greqisë dhe nuk janë politike ndikuese, sepse unë e thash edhe më herët, ne nuk shkuam tek zoti Plevi për të kërkuar llogari, sepse nuk kemi as kompetenca as tajnë për të kërkuar llogari, por shkuam për të patur një mundësi diskutimi, dialogu me të dhe ai e vlerësoi dhe respektoi këtë gjë. Pra, neve bëm atë që duhej bërë në mënyrën tonë mundshme. Ne jemi qytetarë grek, jemi qytetarë të integruar në shoqërinë greke, por që një pjesë të familjes tonë, një pjesë të shoqërisë tonë janë ende me probleme shumë serioze të integrimit në Greqi. Në këtë kontekst, ne kërkojmë bashkëpunim dhe dialog me palën greke për të orientuar dhe për zgjidhur problemet. Pra, pala greke është e hapur në këtë ditë, duhet thënë me gjitha formën, pavarësisht nëse kemi të bëjmë me një qeveri të djathtë apo qeveri të majtë. Dhe në rast konkret, neve gjetëm një portë e cila ishte pak e hapur, por që na hap plotësisht dhe është në dorën tonë i nderuar nëse ne do të jemi të denjë për të qëndruar, për të orientuar problematikat tona. Dhe më vjen keq që shoh në rrjetet sociale atë mllëfin dhe egon e smur ose më saktë vogëlsinë shpirtërore që kanë shqiptarët në mendje dhe në zemër, thjesht për në Facebook. Nuk e them nga ana e ime se të mund, unë jam regjur, i kam kaluar gjithë, nuk më bën gjësi. Që nga momenti që unë mundohem dhe ndihmoj qoftë dhe një qytetar të vetëm, kjo një bashkëtarë tim, qoftë një në ditë apo në javë, beson jam më i lumtur, por nuk ndihmon në frymën e përgjithshme në palën greke në shtetin shqiptar. Ne duhet të kuptojmë, kemi zgjedhur të jetojmë në Greqi, e kemi braktisur Shqipërinë dhe mos më thoni që nuk kemi braktisur Greqinë, sepse po të ishte për se jemi kaq adetar apo patriot do të ishim në Shqipëri, do ndojmë në Shqipëri. Kemi zgjedhur Greqinë, atëherë hyjmë në Greqi dhe duhet të insistojmë këtu të integrohemi, por pa e ndryshuar statusin e takim tonë, sepse në fund jemi shqiptar, kemi origjinë shqiptare, kemi kulturën dhe qenësinë tonë shqiptare. Kemi traditë të shkëlqyer dhe të mrekullueshme që na kanë zili shumë kombe. Duhet këto vlera të përputhen të orientojmë më së miri të themi palës greke që na pret dhe na hap derën. Nuk jemi emigrantë dhe refugjatë të rëndon, por jemi qytetarë të denjë dhe jemi po të denjë sa edhe ju. Thjesht historia dhe paaftësia politike na bën që shpesh neve të jemi në disfavor në proporcion me ju. Në këtë kontekst neve do gjejmë forma dhe mënyra që kemi një qasje tjetër. Edhe një pyetje të fundit kam, zoti Guri, nuk dua të pyes për çështjet e mëdha të jo ligji luftës së detit, se këto i kanë kokat e nxehta, që i marrin dhe i çojnë andej këtej edhe për përdorim politike dhe fushat, sa herë që duket se do kemi zgjedhje në Prag, por si mendoni që mund të ndryshojë nëse se Ciprasi u rikthyej me parti të re apo nëse vazhdon Mitsotakis për këto problemet tona? Pra, është më mirë ky që është, ai që ishte dhe po vjen me një parti tjetër nëse do vi, tek hallet dhe problemet e thjeshta, deri tek pensionet që ne nuk i prekëm, pra, tek këto çështjet e vogla. Ndryshimi duhet të fillojë së pari nga ne.
duke filluar nga Muasa Edmond, sekretari i diasporës shqiptare në Greqi, duke ulur Egon, e ke thënë kuptimin figurativ që të kuptohem, duke treguar më të mirë të mundshëm që të jemi adetar të denj, do të jemi së pari qytetar të denj. Do të jemi familjar të rregullt dhe të dobishëm për shoqërinë. Nëse ne jemi të rregullt, të jemi të sigurt që dinamika që përprodhon tashmë politika e re dhe ardha e Ciprës në pushtet, vetë demokracia e re e cila po krijon një qasje ndryshe dhe po shikon ndryshe dinamikën se do të flet për 250.000 shqiptar me pasaportë greke dhe prej tyre rreth 170.000 janë votues të rregullt, pra është një fortë shumë e madhe, sigurisht që na jep në një pozitë, një mundësi të artë për të patur një raport më të shëndetshëm, më të denj, por kryesisht që mos harronim jo nacionalist në asnjë rast, por qytetar për interesat tona për të i adresuar si duhet. Cipra e tregoi dhe e ka treguar që ka një qasje ndryshe ndaj emigrantëve, ndaj kryesisht qytetarëve me origjinë tjetër, është më eloquent, por në çdo rast, sado i dobishëm dhe i hapur te Cipra dhe Mitsotakis në shumë raste, ne nuk kemi qenë të denj për të qëndruar përballë për të marrë më të mirë mundshme dhe për të bërë paraqitjen si duhet. Dhe ka ardhur për shkak të pafësisë tonë, ose më saktë të mungesës së eksperiencës të negocimit dhe mënyrës së paraqitjes së problematikave. E thash deri them, nuk është Facebook dhe rrjetet sociale ajo fotografi që zgjidh problemin, është serioziteti ynë, përgatitja jonë shkencore, përgatitja jonë në njohuri, në aftësi, me qëllim që kur ne të trokasim në një institucion në Greqi, të ketë përballë një figura të cilat janë të mirë informuar, të cilët mund të përcjellin problemin jo si ankimim, po si një problem që ka nevojë për trajtim dhe për zgjidhje si pjesë e pandarë e shoqërisë ku jetojmë. Zoti Guli, faleminderit shumë për bisedën dhe suksese në misionin tuaj. Unë të falenderoj, ishte kënaqësi dhe gjithmonë i gatshëm për të përcjellë çdo informacion dhe të falenderoj për mundësinë që keni dhe për hapësirën, sepse shumë e rëndësishme që zëri ynë të dëgohet tek të gjithë. Të falenderoj shumë për bashkëpunimin.